ndodhi që asnjëra prej këtyre nuk do bile thanë që pas kësaj proteste do rrëzonin dhe qeverinë dhe do bënin qeveri teknike. Duke qenë se ju doli gjithë kjo tullumbace ju shfry për faktin se ndodhen disa ngjarje të shpejta, siç ishte ky bordi për paqen, ku kryeministri shqiptar na doli që do jetë në krah me, jo vetëm që su arrestua, por do jetë në krah me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Trumpin. Do shta arrestojnë atje. Elementi i parë. Elementi i dytë ishte firmos dhe arrestojnë direkt. Po, plani kështu është. Plani amerikan po. Dhe elementi i dytë ishte ardhja e vetë vajzës së presidentit Trump në Shqipëri, qëndrimi me kryeministrin, mbyllja e disa aferave, dhënia e dakordësisë nga Berisha si për të paktën nuk ishte gjë në dorë, po të paktën për Sazanin tha, do ta kisha bërë dhe unë. Po s'ma morin. Po, s'ma morin tha në atë kohë, ndodhi kriza në Itali, Berlusconi u turoi e tjerë. Pastaj i dha votën Edi Ramës. I dha votën, domethënë që të jetë si përfaqësuesi i Shqipërisë, por në mënyrë nominale në këtë korpus të paqes. Mirë po, kjo nominalja ka të bëjë edhe këtë tjetrën, ka mbështypjen dhe duhet sqaruar, që në momentin që Rama mos të jetë kryeministër, hipotetikisht se me sa shofu do jetë gjatë me këto opozit që ka, i bie që ai të jetë të vazhdojë të jetë aty për aq kohë sa parlamenti nuk do duhet pranë ndryshimi nga parlamenti. Mirë po, Berisha vërtet bën si inatosur. Berisha thotë që okay, ishim detyruar të votonim atë sepse bëhet fjalë për Amerikën, bëhet fjalë raportet e Shqipërisë dhe dolën mbi interesat partijake. Ja ta mbylla. Mbi interesat partijake. Bazë pozicion tjetër. Dhe mbi këtë, thot ai, kaluam mbi interesat partijake dhe i dham votën. Mirë po, unë mendoj që Berisha është i kënaqur që Rama shkon tek Trumpi. Pse? Sepse edhe ju e thatë prapë këtë dhe unë do ta vazhdoj më tej, Berisha është i kënaqur që Rama të pak mirë vetë nuk shkon. Do donte të ishte vetë, po vetë nuk shkon dot. Është i kënaqur sepse Rama ndoshta aty do t'japi mirë, nuk merr dot gjë për drejtësinë, po të paktën do japi imazhin që Rama është shumë afër amerikanëve dhe ndoshta të zbutet pak goditja e SPAK-ut, do të thënë mbi Ramën, por edhe mbi Berishën, se hallin e kanë të përbashkët. Nga njëra, nga ana tjetër, hallin e kanë të përbashkët se dy janë të goditur, Berisha vetë personalisht, kurse Rama si goditet qeveria. Rama si goditet qeveria. Berisha ka drejt për drejt. Berisha në rreth çfarë? Ku? Çfarë? Me drejtësinë. Po prit nëse ju sa po e thatë, sot i shkoj dhe do ta presim, ai kohë sa drejtësia të bëj punën e vet, sepse shikoj, nuk është e lehtë, sokoli parantez, kanë kaluar gjithë këto vite dhe është shumë e vështirë. E kanë dhe me birë, mos vrit, pastaj mos vrit. SPAK-u është me Berishën tani? Nuk e di fare, unë flas me fakt, me gazetar, komentet me ti. Pse intereson Berishës Rama i fortë dhe pse u them që janë bashkë? Sepse Rama ka deklaruar që do bëjë ndryshime kushtetuese, do t'i japi Senatin, Senati është imunitet, është qëndrimi i përjetshëm e tjerë. Kështu është Senati. Patjetër. Dhe Berisha si duhet kjo, i konvergon. Nuk e di. Po mesh, apo zgjidheni. Nuk ma do mendja që shkoj ka, do më fa një sinjal të mirë dha Meçe që nuk e pas kemi gjatë kryeministër Rama. Se do jetë porti paqes. Se do shkoja ne, do bëti madha ne dhe do na iki që këtu. Që se ndodhë kjo do jetë gjë e mirë, pozitive do jetë. Rama ka të njëjtin problem që ka dhe Berisha. Ajo që vetëm një diçka du të theksoj këtu. Gjithmonë analizohet puna e SPAK-ut, se sa punë ka bërë, sa qa vlerësimi ka, si pritet në opinionin publik. Diçka duhet të theksu që SPAK-u nuk është se ka pas një objektiv konkret për të realizu. Dhe kur je pa objektiv konkret, si protestat. Kjo është protestat që i të rresin për të bëzhurëm, jo me objektiv me vërtet për të rëtur Ramën. Se nuk e ke ndorë ti me protest objektivin për të rëtur Ramën, dhe se nëse ka pa armën dhe rëzën me armë. Kjo nuk ndodh atër, kjo nuk ndodh do të kjo. Pas ndodh kjo se së rikthehen kohët mbrapsh. Dhe ajo çfarë më shqetëson edhe nuk merret në analiza, është fakti që ky SPAK, dakord që po i godet gjithë të sistem. Se ky është një sistem që prodhon para, nuk është një individ, nuk është Rama Berisha, po është gjithë sistemi, ku janë ndërlidhur biznese, organizata e tjerë me radhë. Fakti që pastruan ka shumë para, pak me shifrat e ndërkombëtarëve. Dhe fakti që këtu SPAK arrin për një periudhë 8 vjeçare dhe thotë i kemi konfiskuar 50 deri në 100 milion, është si 100 lekë që janë në gjest që ja leun kamarierit. Pra çfarë do të thotë? Në qoftë se ti të paktën ke strategji. Domthonë problemi i analizës SPAK-ut është, a ka strategji ajo? Dhe mungesa e strategjisë, domthonë në mënyrë diskrete dhe sporadike të luftosh është
pa rezultat. Strategjia fillon dhe shihet kur ti fillon dhe ju ndërpret të ardhurat këtyre. Sepse pas Ramës dhe strategjia është e hershme kjo që ti follow dhe mani. Kur mori votat kryetari Spakut e prezantoi strategjinë. Problemi është i tillë, goditja e forcës këtyre ekonomike, sepse në underground to ka një fuqi ekonomike të papar, që arrin të bëjnë ka shumë gjëra, kanë fuqi ekonomike të papar. Fakti që nuk fokusohen as analizat, as goditet, as investigimet, vëlla këto politikanë që i çojnë në fshore paret, ai njeh kush. Ose ai çojnë njerëz, zbulojnë ai çojnë. Po çojnë, disa politikanë ka të ndjekur për offshore-et, një. E diçka u ka thënë Në 35 vjet histori, po të garantojmë që një pjesë e madhe e politikanëve i kanë lekë në offshore, dhe vetëm një, që nuk ja bëjnë emrin e ditur, nuk e di se kush është ky, një politikan është kap në offshore dhe po ndiqet. Po një, vetëm një. Tashi, po të shofër sa lek futen nga offshore-et këtu çdo vit që s'bën as opozita, nuk bën as analistat, as gazeta, as kush, sepse kur s'bën më shumë rolin e opozitës e ka lut media bu. Berisha edhe çështjet që ngre PD-ja gjithmonë i ngre masi i bën publike media. Dhe kur i bën publike media e detyruar ti se opozitë ngre zërin. Ky problemi i çështjeve ekonomike. Dhe kur them nuk ka strategji, se Spaku kur e sheshe që ndodh me këtë sistem që prodhon kaq shumë para të pista dhe i fut në ekonomi, se i shohim me kullat dhe me gjithçka që shohim për rreth, ose me kompanit guackë, janë aq shumë që pastrojnë para kompanit guackë, po të shkosh të kap një çoban, një pastrus, kap edhe një pastrus, shpjev, kap kështu bordet tu. Ose një elektricist. Po një elektricist. Atë s'din firmosin, po edhe elektricist firmosin ato. Lobistët elektricistë. Po, vetëm vetëm drejtuesi i kompanisë guackë është në rregull aty. Ato që firmosin bordin, ato janë gjithë njerëz që s'din firmosin dhe po ti futesh kësaj, ti duhet fillosh nga drejtori, guvernatori i bankës, dhe bankat e nivelit dytë. Fakti që 8 vjet këta nuk ja cingrojnë derës për tira dang, kësa derës bankave të nivelit dytë, që po të themun, po të futesh brenda këtyre, të merrosh. Dhe ndoshta ka frikë Spaku që po të hapi dyert e bankave të nivelit dytë, do ta thënë e zë gjithë sistemi mbrenda. Pikërisht pra. Unë nuk jam dakord fare me këtë. E para punës edhe përse i përket, sidomos mënyrës si ka nuk funksionologjikisht kjo që thashë. Po, pra më dëgjoj. E para punës herë mua më duke si kam pret degët. Degët edhe sidomos me grupet kriminale dhe me çështje tjera të cilat realisht kanë goditi. Jo, janë degët. Dhe pastaj për të vajtur këtë. Akoma jo tamam, duhet thonë. Unë mendoj që fokusi aty duhet të kishte qenë fillimisht. Se do i kishte politikës armët dhe parat. Patjetër pra, unë mendoj se ka kapur. Dhe ndërkohë, paktën edhe nga informacionet që kemi, janë futur bankat e nivelit 2. Janë kapur edhe transfertet ndryshme ku përzihen personazhet caktuar, ku dalin burra e gra e tjerë për sa i përket transferteve ndryshme. Paktën këto janë informacione. Sa lek janë konfiskuar? Atë do ta thotë Spaku. Më pak se 100 milionerë në kaq 8 vjet. Dhe tjetër gjë pastaj. Ku vetëm njëri deklaron kam 300-400 milionerë, një grup kriminal deklaron me lej kemi 300-400 milionerë, s'dim ku t'i çojmë. Ti gjithë 8 vjet që e ke luftu këtë sistem të korruptu, mos është sistem mafioz, arrin zbulon 50 milion deri në 100 milionerë. Unë nuk shoh mekanizëm tjetër për Spakut. Dakord, edhe unë nuk shoh një mekanizëm tjetër. Ne pa analizojmë, a janë eficient këta, jo më jo. A janë eficient apo jo? Po, shkalla efficiencës, në mungesë të objektivave konkret, se është institucion që s'ka objektiva konkret. Unë nuk shikoj, domethënë, paktën, ne edhe duhet jemi dhe durishëm se sa ko ka. 8 vjetë, burë. 8 a më shumë se 8. 8 ka veç dumanim duke. Prit, ne kemi vetëm një pjesë të drejtësisë, ke i cili kemi kriju një opinion, besueshmërie për të goditur fenomenet abuzimit dhe korrupsionit dhe të trafiqeve tjerë. Kjo pjesa tjetër ne kemi ende probleme. Dhe faktikisht është një element i cili kjo që përndodhë me Spakun, pra gjithë kjo mbështetje ndërkombëtare që po bëhet, nuk është vetëm për Shqipërinë, realisht. Është një proces i cili duket se do të implementohet edhe në vendet e tjera të rajonit. Dhe jo më kot, gjithë loja e ndërkombëtarëve, karshi, edhe në politikë, edhe në kërkesa, edhe në çështjet e nëngratave e tjerë, ka qenë përqendruar pikërisht ke Ballkani Perëndimor. Sepse kjo shikohet jo vetëm thjesht në sensin e nivelit demokracisë,
por shikohet edhe si element I cili ka të bëj me zhvillimet geopolitike. Dhe me çështjet e sigurisë dhe e ke ngjuar që devolën parat më aman ku janë. Ore këtu s'po gjinen parat më burr. 35 vjet që ndodhin fenomene nga më të ndryshme të korrupsioni, kontrabande. Se s'po e marr vesh. Jo më ta presim. Po çfarë? Po duhet ta trysnojmë parat. Patjetër më. Se del roja I Godinës sot magje mu të bëjnë 5 vjet roja I parkingut, tot për 500.000, jo për 500 milion sa I kanë këta. Po gjithë ne duhet të jemi pjesë. Po pra e trysnis për parat. Nësë jam kundra, se ti po interpreton se jam kundra s'pak. Jo, dakord, unë e lexova qartë, po Platori është mendimi tjetër që ndoshta I duhet lënë kohë. Sigurisht që duhet lënë kohë dhe të kenë të marrin gjithë kohën e dur. Unë, Meçe, vazhdoj këmbgul tek pika ime. Është 21 janar, në rastin e sot do të kishim një standard çështën e 21 janarit të mbyllur, një mënyrë ose një tjetër, nuk do kishim shumë më pak debat ndaj SPAK-ut e ndaj gjykatës. Mendimi im. Mos jam gabim? Atëherë, Rama, mirë me evropianët, shoku I ngushtë me të. Mirë me izraelitët, shoku I ngushtë me të. Mirë me Trumpin, shoku I ngushtë me të. Mirë me Sorosin. Mirë me sultanin, shoku I ngushtë. Mirë me Sorosin. Kush është interesuar ta heqë Ramën? Të gjithë janë ta mbajnë Ramën se është partner I mirë. Vim tani në Shqipëri, që Rama të ri, Leri Salion dhe ri. Që demokracia të funksionoj, duhet kalojmë krahun tjetër, të shohim të opozita, çfarë do të bëjmë? Ka 13 vjet që po bëjnë namin për të gjetur alternativa që të bëhen të besueshme. Ka prodhuar paritet të reja, të vjetra, të gjitha I kanë bërë. Lubia nuk I le të hapet rruga. Unë jam thot. Testet që keni bërë sot, ju e shihni që përsëri populli opozitar të do. Dhe me drejti thonë, ti si shpuna, ka dy zgjidhje. Ose ta lesh, profesor doktor Sali Parishën, çdo një muaj të hedh molotov, të dalë makina ujit, të ikim pastaj edhe të villojnë në për televizionet e qajnë, jo po gazi I elmuar, jo po kapën një 12 vjeçar, jo po nuk ishte proporcional reagimi policisë, dhe me kaq përfundon ngjarja, betejë përfundon, ose të bëjnë përpjekjet për të çliruar Partinë Demokratike. Partia Demokratike e mban peng vetëm një person. Qofse nuk arrin dakord në një gjë të tillë, është sot debat të gjithë po përjashtim, pa përjashtim. Të gjithë analistët që bëjnë analizën e opozitës thonë, ai që mban peng opozitën shqiptare quhet Sali Berisha. Shumë si përfaqësor. O do ik vet që nuk ikën, o do ta lesh të bëj këto gjëra që lere. Unë që kam frikë e lidhen vetëm me emrin, por jo me sistemin. Jo me sistemin. Ose këta partnerë tanë, të cilët gjithë shqetësime që dalin këtu, që kanë të bëjnë edhe me korrupsionin. Këtu në Shqipëri nuk është parësor korrupsioni, është sistemi. Nuk është parë sistemi, sistemi I prodhon gjitha me radhë. Dhe sistemi ka rritur një përmas të tillë, ku në një krah ka një person absolutisht të mbështetur, në krahun tjetër ka një person të abandonuar totalisht. Heqja e këtij personi është domosdoshmëri në Shqipëri dhe 20 janari dhe gjithë proceset që po hapen tani. Dhe në mos harrojmë një gjë. Ju thoni pse ai e ka marrë me inat Amerikën tani kohët e fundit. E ka marrë se ka një arsye. Mërzit. Jo, ka marrë me inat dhe është mërzit. Sepse 7 milion euro që u investuan zyrtari, vërtetuan përfundimisht që Sali Berisha nuk ka për të hequr në grada, pra I ka për të qenë gjithmonë armik I demokracisë, armik I sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe këtë e mbylli përfundimisht Saliu. Tashmë Saliu është I vetmuar sepse nuk ka asnjë korridor dhe del atje pjesë, kur del Belind Këlliçi, nuk e kapët sekuencë, po mund të vendosni, ka vajtur në asamblen parlamentare të Këshillit të Votët për të përfaqësuar Shqipërinë. Këtë tha. Po. Për të përfaqësuar Shqipërinë, do të them, ore zotëri. Ne në asamblen e Këshillit Evropian kemi 2 persona të përfaqësuar. Por ka I delegacion për Një I PD-s, një I PS-s. Po. Damiani më duket është nga PS-ja, mos ka bëj. Nuk e di kush është. Damiani me Damianin. Po 2 janë. Damiani me Damianin, të dy si Loli me Colin në parlament, të dy hajdut votash, I bashkangjitën një hajdut I votave në Parlamentin Evropian, siç është Beleri, dhe kanë në 3 kanë shi Bermudeve. Çfarë mandati do vej ky të përfaqësojë Shqipërinë në një vend ku nuk ka vend? Ka në Beçës thotë. Ka nevojë doktori për Beç. Po jo, përfaqësoj pasaport. Pra këta akoma nuk kuptojnë
që të gjithë deklarimet e tyre, të cilat nuk kanë bazë, ju kthehen të nesërmen, jo të pas nesërmen, në bumerang. Dhe këta bumerang pas bumerangu, sulmuan, thanë do të shofësh Rama, rritë zyrë po të shofësh. Një makinë uj, ka që përfundoj beteja. Nërma, to e ka thirrje për militantët, se po mbe dhe militantët. Po i ikin e militantët tani edhe ti duhet edhe i ca fishek zjarre. Ndërkombëtarët nuk kanë dërmend dikush e mban peng PD-n. Demokracinë shqiptare për sa kohë. Këmba bazë e demokracisë shqiptare që është opozita, është kapur nga një person. Unë mendoj se s'është vetëm një person. Okej. Unë mendoj një fjali kam. Një fjali kam, nuk është vetëm një person, por është sistemi që ka ndërtuar më parë ky person, dhe këtë sistem tani e kthen, domethënë, në favor të vetes. Dhe unë jam dakord që nuk është çështje emri. Sepse ata që janë atje gjithë po t'i pyesësh e dinë që Berisha duhet largohet, por askush prej tyre nuk guxon sepse i tremben sistemit, jo thjesht një individi. Një individ mund t'i rajë. Që ajo që janë. Po, kanë privilegjet e tyre personale. Pra janë të vegjël. Jo, se duhet ndërhyj tani për sepse kush na nxori ne? Nuk na nxori out sistemi? Më fal. Ju të dy na nxori sistemi. Më fal, ju të dy nuk ju trembët sistemi. Po, nuk ju timin individit. Sistemi na nxori. Vazhdoje, thuaj. Nuk ju trembët ju sistemi. Dhe patët kurajt i dilni kundër sistemi. Po. E ç'bëri sistemi? Ai sistem i cili përfaqësohet në atë formë që sistemi s'është vetëm Berisha. Sistemi është dhe ai tjetri aty. Po, ai kryeministri. E shikon që flamuri që intereson të mbaj Saliu, edhe bëri çështë e mundur ata leksionte ata. Po pra prandaj. Po sistemin e kanë bërë bashkë ata. Prapë me që jemi ta tha dhe duke sikur ishte ajo turma që sulmoi atje, po në fakt nuk është ajo turma. Është ky i cili tha, po erdhi ai person. Po unë fytyrat e unë në turma do ta kam thënë qatë ditë. Unë ta kam thënë qatë ditë. Që në fytyrat e atyre unë pash fytyrën e Sali Berishës, unë nuk pash fytyrat e atyre, unë s'mbaj mend asnjë fytyrë. Mos e shpërndaj, Pama sistemin e bëri me Edi Ramën dhe ndihmoi Edi Rama Sali Berishën. Kam koli vetëm një të dhënë që më ka dalë nga brenda, kam të ardhur nga brenda Partisë Demokratike. Ne bëm një emision herën e kaluar, javën e kaluar që Berisha ka ndërruar qasje ndaj drejtësisë, pra e ka zbutur. Dje ju ka thënë grupit zjarrit që ne nuk do të presim asgjë nga drejtësia e bëri loj këtë lloj, domethënë këtë reagim sikur i shkoi Ramës për t'i çmontuar sistemin me zëvendës kryeministre, me çaqjet akshe, me tjera, por ta dini që ata e bën për të nxjerrë opozitën nga loja, u tha, dhe prit, do ta nxjerrë opozitën nga loja me që të hipte shpresën që Spaku do ta arrëzoj qeverinë dhe jo opozita. Ai tha, Spakun tashmë e ka në dorë Edi Rama dhe e përdor atë për të ulur dhe për të ngritur tensionin politik dhe për ta nxjerrë. Prandaj u tha, o burrat të sulmojmë, na ta arrëzojmë vetë Rama. Edhe në fjalimin e tij këtë tha që do ta arrëzojmë vetë Rama. Ka ndryshuar strategji. Po pra, ka ndryshuar strategji. Ekstremi i tij që është i rrezikshëm në Shqipëri është grupi i armatosur, mbështetje ushtarake në Shqipëri nuk funksionon nuk mundet sepse e ka qelin gati po bëri atë gjë. Është në vëzhgimin e gjitha agjensive. Tani për të futur qenë por edhe tani është në vëzhgimin, është në monitorimin e afërt të agjensive, dëgjoj pak të meçe, dëgjoj edhe ti Koli. Sali Berisha dhe kushdo në Shqipëri dhe në Ballkan është në monitorim. Që është vërtet që thirrjet e tyre në kuvend ai në mendje mund ta ketë, por nuk e bën dot. Jo Berisha. Është në monitorim të fortë agjensive. Berisha është smart, nuk e ka dalë. Kur dëgjoj që po kushtonte diabolike ti e bën. Kur dëgjoj që kushtonte edhe Luciano Borçi, pastaj këtu me vërtet duhet kemi shumë. Është mendje diabolike, por këtë do të kustojmë, është mendje diabolike. Plator, se duhet ta mbyllim. Nuk e bën dot, edhe duhet ta mbyllim. Se bën diskutohet fare. Jemi përsëri brenda sistemit, por ka të bëjë edhe me atë që thatë ju që parë lidhur me që po bëri ky protestë, domethënë i kanë vajtur skurrë ajo pjesa e 25% dhe i ka vajtë majorancë. Unë mendoj se nuk është kjo thjesht. Jo, i ka shku të dyja, më shumë i ka shku majorancë, po i ka shkuar dhe PD-s. Jo shumë, po i ka shku dhe PD-s. Unë mendoj që kjo situatë ka të bëjë pikërisht me një diçka tjetër. Ka të bëjë me paktën me tezën që hedh opozita tani që kërkon qeveri teknike. Dhe ky është një element nga i cili, do të them, po me kushtet si kërkohet kjo kërkon bashkëqeverisje më burr. Që kërkon një lloj bashkëqeverisje, vetë opinioni publik është domethënë është kundra. Dhe ky është një element i cili vetvete, aq për më tepër kur ke Berishën këtej që ti i zjat jetën dhe i jep oksigjen. Se Luli ishte edhe kështu, rrinte mirë aty ulën po. Po së dyti sepse ky lloj sistemi tashmë realisht nuk është më funksional. Dhe në këtë kuadër kërkon
forma tjera, zgjidhje tjera. Dhe në aspektin, derisa I shkojnë më tepër majorancës, është dhe ky një element tjetër që këtë proces, me një opozitë e cila është jashtë gjithë proceseve tjera të kontributdhënies politike, I përket ta luajë sërish majorancë. Pra të bëjë Edi Rama opozitën e vetes vetë. Majorancë, pikërisht pra, unë e thash këtë gjë. Jemi në një situatë cila është shumë interesante, shumë e veçantë, në cilën turistënia tani ty nuk të vjen më nga opozita, ti e ke këtë gjë me qytetarin. Dhe sa më tepër të marrësh mesazhin nga qytetari për mënyrën se si duhet luash, dhe faktikisht edhe përse gjithmonë ka pasur. Vetëm tani që mos bëj atë të bet omen unë është sistemi dominuar me një parti. Ti ecën. Kjo është logjika normale, po kam frikë gjithmonë ka dhënë PS-ja elementet cilat kam frikë çdo gjë. Kam frikë që në kush e lexon duhet t'i japë. Nëse kjo është e vërtet, kam frikë që në këtë mes prap doktori do të arrijë ta ruaj cepin e tij. Mendimin e kujt se di. Zotit në radhë parë që Spaku në radhë dytë që e lë qet dhe Ramës se sigurisht I bën fresk. Duhet ta mbyll. Plator, faleminderit. Faleminderit Meçe, faleminderit Tipsen, faleminderit Roland. Ndërkohë bashkë takojmë në ora 10 me sondazhin e javës, ku sigurisht çështje të tilla si 20 janari, bordi I paqes, por dhe protesta opozitës kanë ndikuar në humorin e shqiptarëve. Që ndonë në APZ News me u report pas pak.